Horoskopi i dashurisë për verën 2025 për secilën shenjë. Dashi, vera fillon me energji flirtuese dhe të gëzueshme, por ki kujdes nga problemet me komunikimin në dashuri, pasi Mërkuri në prapavi do të godasë zonën e seksit dhe takimeve në mes të korikut. Mund të hasësh një situatë ku personi duhur dhe koha e gabuar do të takohen ose një dashuri e vjetër do të shfaqet rastësisht. Marsi, pasionant, planeti yt sundues, hyn në sektorin e partneritetit gjatë javës së parë të gushtit, duke bërë këtë një kohë për veprime vendimtare në dashuri. I iniciator, nëse ka diçka që dëshiron, mos ki frikë të ndërpresësh diçka nëse ndihesh se po të çrregullojnë ekuilibrat e jetës. Harmonia rikthehet në romancë nga fundi i gushtit të tutje, pasi Mërkuri në prapavi do të ketë mbaruar dhe do të jetë shumë e lehtë të tërheqësh ëmbëlsinë. Demi. Marsi pasionant kalon gjysmën e parë të verës në sektorin e seksit dhe takimeve, duke rritur epshin tënd dhe aftësinë për të ndërmarrë veprime për gjërat që të ndriçojnë zemrën, iniciator në dashuri. Sezoni virgjëreshës fillon në fund të gushtit duke bërë ato një kohë super sensuale për të investuar tek njerëzit pas të cilëve je shumë i apasionuar. Javët e fundit të verës janë të fuqishme për të thyer modelet negative në takime dhe për të lënë pas situatat romantike që po të pengojnë të gjesh një lidhje më autentike, veçanërisht ndërsa eklipsi afrohet në 21 shtator. Ndonjëherë, dashuria është e çrregullt, kështu që nuk ka arsye për ta mbajtur atë të rregullt. Binjakët, fundi i qershorit është një kohë sensuale për jetën tënde dashurore, duke të ndihmuar të hapesh ndaj kënaqësive dhe lidhjes fizike. Ndje më shumë, analizo më pak. Sapo të vi java e parë e korikut, afërdita romantike hyn në shenjën tënde, duke të bërë një magnet për romancë dhe adhurim gjatë gjithë muajit. Përdor sharmin tënd për të ëmbëlsuar marrëdhëniet. Marsi plot pasion godet zonën më pasionante të horoskopit gjatë javës së parë të gushtit, kështu që dëshira jote seksuale mund të jetë më e lartë se zakonisht dhe do të jesh më i prirur të bësh hapin e parë, pavarësisht nëse je në një lidhje apo i ke vënë syrin dikujt të ri. Merr frena të romancës gjatë kësaj periudhe të fundit të verës. Kaforia. Vendos disa qëllime për romancë këtë verë, pasi fuqitë tua manifestuese do të jenë në kulmin e tyre. Java e parë e sezonit është një kohë e mrekullueshme për të filluar fal Jupiterit të mbar në 24 qershor i ndjekur nga hëna e emocionuese në shenjën tënde ditën tjetër. Do të kesh shumë mundësi për t'u lidhur me njerëz në një mënyrë më të hapur dhe më të sigurt. Gushti është një muaj i ëmbël për dashurinë, pasi afërdita romantike zbukuron shenjën tënde duke filluar nga 30 koriku. Kjo është një kohë e mrekullueshme për të tërhequr dashuri të re ose për t'u ofruar me një partner aktual. Prandaj, shijoje këtë magji të fundit të verës. Luani, fundi i qershorit nxjerr në pa anën tënde shoqërore duke bërë ato një kohë të shkëlqyer për takime. Megjithatë, Mërkuri është prapavi në shenjën tënde duke filluar nga mesi i korikut, kështu që shpreha e vetvetes mund të jetë pak më e vështirë se zakonisht. Lidhja me partnerin mund të kërkojë më shumë përpjekje, prandaj merri gjërat ngadalë për të shmangur keqkuptimet. Javët e fundit verës mund të shkaktojnë disa ndryshime intime duke të shtyrë të jesh i lidhur me të dashurit dhe për të përqafuar dëshirat e tua më të thella. Eklipsi hënor në 7 shtator është një kohë e rëndësishme për të hequr dorë nga frikrat e tua dhe për të hapur zemrën ndaj një lloji dashurie më autentike. Virgjëresha. Marsi, seksi dhe pasionant kalon gjysmën e parë të verës në shenjën tënde duke të ndezur epshin dhe nivelet e vetbesimit. Tani është koha për të marrë përsipër atë që dëshiron nga dashuria. Mos prit që dikush tjetër të bëj hapin e parë. Kujdesu për shkaktarët emocional rreth 20 korikut që mund të bëjnë të reagosh ndaj një partneri. Mërkuri në prapavi, që po ndodh gjatë kësaj kohe, është një mundësi e mirë për të punuar me bagazhet e të kaluarës që po vijnë për shqyrtim. Sezoni eklipsi do të trondis marrëdhëniet tuaja gjatë javëve të fundit verës, veçanërisht gjatë eklipsit hënor në 7 shtator. Po mëson të heqësh dorë nga nevoja jote për kontroll dhe të përfaqësosh një qasje më natyrale dhe me zemër të hapur në marrëdhënie.
Peshorja, koriku është një kohë eksperimentimi me zemër të hapur fal sundimtares tënde dashurore Afroditës që është në zonën e aventurës. Provo diçka të re këtë verë dhe përpiqu të shikosh marrëdhëniet nga një perspektivë tjetër. Të gjithë kanë shumë për të mësuar, pavarësisht nëse ke një partner e prej kohësh apo je me dikë krejt të ri. Marsi po hyn me energji në shenjën tuaj në 6 gusht, duke rritur tensionin në marrëdhënie dhe duke bërë më të sigurt për të ndjekur atë që dëshiron në dashuri gjatë pjesës tjetër të verës. Java e parë e këtij tranziti është veçanërisht motivuese dhe mund të jap disa të dhëna për suksesin ose dështimin, apo i përmbushni lidhjet tuaja romantike, fantazit tua, a jeni gati t'i përkushtoheni dikujt, merr disa vendime, është koha. Akrepi. Javët e para të verës janë plot magji dhe emocione, kur bëhet fjala për jetën tënde dashurore. Ka të ngjarë të ndiheshëm i lidhur me partnerin dhe është një kohë e shkëlqyer për të tërhequr dikë të ri nëse je ende single. Romanca bëhet edhe më e thellë dhe më intime gjatë gjithë korikut dhe do të dëshirosh më shumë vërtetësi në lidhjet e tua. Hiq disa shtresa mbrojtëse dhe trego zemrën tënde. Periudha e fundit e verës të shtyn të lidhesh me kënaqësi dhe të heqësh dorë nga nevoja jote për kontroll, veçanërisht gjatë eklipsit hënor tek peshqit në 7 shtator. Çfarë do të pengoj për pasionin e pastër, eksploroje, mos rri në hije. Shigjetari, vera po shpërthen me romancë nga fillimi deri në fund, ndërsa Afrodita e dashurisë godet zonën tënde të marrëdhënieve gjatë javës së parë të korikut. Anohu nga ana më e butë e dashurisë dhe kaloi këto muaj duke u lidhur me partnerin. Dashuria mund të jetë e butë dhe emocionuese në të njëjtën kohë. Gjërat mund të bëhen më të zjarrta dhe më intime gjatë gjithë gushtit, kështu që çdo shkëndi që fluturoi gjatë gjysmës së parë të verës mund të gjejë karburantin që i nevojitet për të shndruar në një flak të plot. Javët e fundit para ekuinoksit të vjeshtës janë plot emocione romantike dhe eksplorimi i anës tënde aventureske në dashuri. Do të jetë një shpërqendrim i shkëlqyer në çdo stres të këtij sezoni të eklipseve. Briciapi. Kjo verë sjell disa nga momentet më të ëmbla dhe më me fat në dashuri gjatë gjithë vitit për ty. Dhe do ta ndjesh menjëherë këtë. Jupiteri dhe hëna e re në shenjën e Gafores në 24 dhe 25 qershor po godasin zonën tënde të marrëdhënies, duke sjellë të gjitha llojet e mundësive të reja për të lidhur me një partner ose për të filluar diçka, domethënse me dikë të ri. Merkuri në prapavi në mes të korikut mund të nxjerrë në sipërfaqe disa bagazhe emocionale, duke të dhënë një shans për të zgjidhur çdo problem në marrëdhëniet që ke lënë mënjan për një kohë të gjatë. Por energjit nxehen përsëri gjatë gushtit kur Afrodita bashkohet me Jupiterin e mbar, duke të dhënë një kapacitet shumë më të thellë në dashuri. Hape zemrën tënde. Ujori, romanca është në ajër për ty këtë verë, veçanërisht pasi Afrodita të godas zonën tënde të seksit dhe takimeve gjatë javës së parë të korikut. Kjo është një kohë mrekullueshme për të lidhur me pasion me një partner dhe për t'i shtuar pak ëmbëlsi jetës tuaj seksuale. Nëse e beqar, dil këtë muaj pasi do t'jetë lehtë të tërheqësh çdo. Mesi korikut e gjen Mërkuri në prapavi përmes zonës tënde të marrëdhënieve, duke sjellë komunikim jo fort të mirë me partnerin ose një dëshirë për të reflektuar mbi lidhjet e kaluara. I vëmendshëm me mënyrën se si shprehesh dhe mos i merr gjërat shumë personalisht. Deri në javën e fundit të gushtit mund ta kesh mendjen tek angazhimet më të thella, prandaj lejoj vetes të eksplorosh gjërat që dëshiron nga dashuria. Peshqit. Fillo flirting këtë verë, sepse do i kesh mundësitë të mëdha dhe të bukura për të sjellë më shumë pasion jetën tënde dashurore që nga fillimi i sezonit deri në fund. Javët e para të verës janë të mbushura me potencial kur bëhet fjala për të shijuar seksin dhe takimet. Do të kesh shumë mundësi për t'u argëtuar, pavarësisht nëse je duke kërkuar një lidhje apo thjesht duke i dhënë shije një partneriteti ekzistues. Marsi i Epshit gjithashtu kalon gjithë gjysmën e parë të verës, duke të fuqizuar të bëhesh më i guximshëm në jetën tënde dashurore. Prandaj, mbro ato që dëshiron dhe bëj hapin e parë. Gushti është një kohë për romancë të pastër dhe do të investohesh në shpenzimin e kohës dhe energjisë tënde për njerëz që të bëjnë të ndihesh i lumtur dhe seksi. Eklipset që godasin javët e fundit verës mund të trondrisin marrëdhëniet, prandaj i gatshëm për të hequr dorë nga nevoja jote për kontroll dhe bëj prioritet dëshirat e tua.